plazhet publike janë falas dhe në sipërfaqen e plazheve të Vlorës ka 15.000 metra plazhe publike pa pagesë. Pra do të thotë që në këto parcela të cilat janë pa pagesë, bashkia ka detyrimin të vendosë çadra dhe shezllona, gati 350 çadra dhe shezllona do të jenë pa pagesë. Pastaj ka parcela ku qytetarët janë prapë pa pagesë ku vendosin çadrat dhe shezllonat e tyre dhe pastaj ashtu si në të gjithë Shqipërinë, në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave, ku ka qytete bregdetare, edhe Vlora ka plazhe publike të menaxhuar. Dhe për çfarë janë këto plazhe publike të menaxhuar? Pra plazhe publike që dikur i kanë pasur privatët, do të menaxhohen në bashkëpunim tashmë me bashkinë. Dhe bashkia do të jetë me operator turistik privat për ato plazhe, por e mira është që këta nuk mund të tarifojnë më shumë se 7.000 lekë të vjetra. Plazhet private, të cilat tarifoheshin 10.000 lekë, 15.000 lekë të vjetra, ku ka pasur dhe plazhe 20.000 lekë, tashmë nuk do të kenë të drejtën të kenë më shumë se 7.000 lekë. Shikoni anën pozitive, pra asnjë nuk do të abuzoj me çmimin e plazheve, ku ato kanë qenë plazhe private. Çdo privat apo plazhe publike të menaxhuar do të kenë një tarif prej 7.000 lekë të vjetra. Qytetarët kanë 15.000 metra hapësirat e tyre. Dhe prapë në këto plazhe publike të menaxhuar në bashkëpunim me operatorë turistik privat, edhe në ato hapësira qytetarët mund të vendosin në 2 ose 3 rreshtat e para në afërsi të detit, mund të vendosin çadra dhe shezllona prapë pa pagesë, që është një risi